përsa i përket asaj që ndodhi në parlament sot, do thoja që faktikisht është një matës i demokracisë, ku demokracia nuk matet me sa parlamenti vendoset në shërbim të shumicës, po sa opozita ka hapësirë që të kontrollojë qeverinë. Dhe në momentin që opozita nuk e ka këtë hapësirë për të kontrolluar qeverinë, kemi një nivel të ullët fatkesisht. Hapësira si përcaktohet? Pra vetë përcaktohet apo i lejohet? Atëherë, janë disa të cilat pra komisionet ligjore, po dhe mënyrën se si merret fjali, jepet hapësira, mënyrën se si kalohen ligjet, tashmë zëri i opozitës fatkeqësisht PD-ja në të gjitha votimet, në të gjitha votimet, deputetët e Partisë Demokratike kanë qenë aty. Them këtu për ligjin e fundit, tani në çdo do bëjmë debatet për këtë debatë dhe për këtë, po unë them që për qenë realist, po themi 99% të është zhvatuar. Edhe strishë, PD rikthehet pas bojkotit. Pas cilit bojkot? Pas cilit bojkot? Për sa kohë ka munguar Partia Demokratike në parlamentet, dini? Po referosh për të shkuar, apo po flasim për këtë legjislaturë? Po flasim për këtë legjislaturë parlamentare, kur ka qenë për të votuar ligjin, Partia Demokratike ka qenë aty. Për të mos folur pastaj, për pjesën kur Partia Demokratike merr fjalën, kur i drejtohet ministrave dhe fatkeqësisht asnjë nga ministrat nuk është aty. Ku deputetët e opozitës flasin në një parlament bosh dhe i drejtohen vetëm qytetarëve. Dhe faktikisht qytetarët kanë të drejtë që thonë që ne nuk e ndjekim parlamentin dhe për problematikat sigurisht që ato kanë. Por ajo çfarë kanë parur në shumicën e rasteve fatkeqësisht është që deputetët e Partisë Demokratike flasin ndaj një parlamenti bosh. Edhe ligji i amnistisë që u miratua para pak kohësh, që nuk e di deputeti 84 nga doli, është akoma një pyetje. Ishte deputeti juaj apo jo, i Lëvizjes Bashk? Jo. Jo, okej. Ishte një deputeti 84, jo, e kisha të... Jo. Është surpriza asnjëherë deputetët, ë? Unë nuk... Shiko, ndonjëri nga Partia Demokratike fshehur. Unë e pyeta, zotërin i thash, a është deputeti juaj, tha jo, e marr të mirëqen përderisa tha jo, nuk është... Kryesisht Lëvizja Bashke bën publike qëndrimin, prandaj kështu që... Edhe unë prandaj e pyeta sepse nuk kishte një lloj, nuk pash një diçka, ishte një keqkuptim ndoshta. Përsa i përket prezencës, kur kishte dalë 84, kishte qenë me jeshile dhe pjesa e votimit. Prandaj e pyeta për ta sqaruar se kisha një lloj... Ka shpesh tentativa, sidomos nga mediat. Unë nuk e di, prandaj e pyeta... Për krijuar kaos dhe për ta tashuar... Unë edhe me kundërshtarin, se nuk jemi armiq, jemi kundërshtar, paraqesim alternativa të ndryshme përpara popullit, edhe me kundërshtarin preferoj të jemi drejtë, preferoj të drejtësinë. Pra nuk thash asgjë, vetëm bëra një pyetje. Për sa i përket reformës territoriale, tha që reforma territoriale duhet të jetë, domethënë është politike dhe ekonomike. Reforma territoriale duhet të jetë me në thelb qytetarin dhe shërbimin që ai ofron qytetarëve. Fatkeqësisht, reforma territoriale që kemi ne nuk ka bërë decentralizim, ka bërë një centralizim të pushtetit, përveç se duke stimuluar emigracionin jashtë, ka stimuluar edhe lëvizje demografike brenda vendit, duke çuar kështu në mbi ngarkesën e 1, 2, 3 qyteteve që janë kryesore, të cilat edhe nuk po mbajnë barrën e shërbime dhe barrën e ofrimit të shërbime, dhe gjithashtu ka lënë pa shërbime, pa mbulim shërbime pjesën më të madhe të territorit Shqipërisë. Nëse referohem këtu, kam një analizë shumë të qartë panoramike për sa i përket asaj çfarë ka ndodhur në Shkodër, kur Shkodra ndoshta është vetmja bashki që mbulon jep shërbime edhe në Majë të Malit, edhe në Fush, edhe në Det, edhe në Liçen, edhe në Lum. Tani, disa flasin për ndarje bashkie, disa flasin për bashkime ose centralizime të bashkisë. Nuk mund ta them fiks tamam në sa mendoj unë që të ndahet, se që unë mendoj që të ndahet, sigurisht që mendoj minimalisht Mali me Detin të ndahen në Shkodër, pastaj secili flet ndoshta edhe për bashkitë përkatëse të cilët e ka shumë të qartë. Por ajo çfarë duhet minimalisht të ofrohet është shërbimi. Nuk mund të shkoj janë disa analiza që bëhen nga analiza 3D që i bëjmë ne si inxhinier ose si ekspert të GIS-it, pra Geographic Information System, ku dalin që shërbimet në raport me qytetarët janë shumë të largta, pra te kalojnë mundësinë e tyre për rëndësinë e vogël që ka shërbimi. Pra ai do të marrë një shërbim ambulator, një shërbim, për çdo gjë duhet shkojë te Bashkia e Shkodër.
duke quar kështu në heqjen e shërbimeve që mund të kenë pasur vetë njësit administrative më përpara dhe duke quar një mbi ngarkesë që kanë marrur Bashkia Qendrore. Këtu duhet të luajë rol apo jo? Patjetër, ne këtë po diskutojmë.